Ngjarja e rëndë kriminalit ronditi lagje numër 2 Skavajës, ku një pronar biznesi u plagos me thik gjatë një tentative grabitjeje. Mësohet se autori, Eri Valencia, ka hyrë në market duke kërkuar para nga pronari, Artur Ligeja. Fillimisht ai ka dëmtuar fasadën e dyqanit dhe kur është hasur me rezistencën e pronarit, ka nxjerrë thikën dhe e ka korconuar për të marrë parat. Ligeja ka mbetur i plagosur, por fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën. Pronari i disa bizneseve në zonë me styre dhe një agjenci turistike është dërguar menjëherë në spital për trajtim. Policia ka vënë pranga autorin, i cili njihet si përdorues i lëndëve narkotike dhe ka probleme me shëndetin mendor. Ngjarja po hetohet nga autoritetet, të cilat po përpiqen të sqarojnë rrethanat e ngjarjes dhe motivet e sulmit. Ngjarja vjen pas një serie sulmesh dhe grabitjesh në zonë, duke rritur shqetësimin e banorëve për sigurinë në lagjet e qytetit. Policia apelon tek qytetarët për bashkëpunim dhe kujdes në raportimin e çdo aktiviteti të dyshimt.